Në Shqipëri, emri Samir Manes është sinonim i pasurisë, luksit dhe perandorive tregtare, një nga njerëzit më të fuqishëm ekonomikisht në vend. Por sot një pyetje e madhe ngrihet. Çfarë ka prodhuar Samir Mane për Shqipërinë? A ka ndërtuar fabrika? A ka hapur industri që sjellin zhvillim e vende pune të qëndrueshme? Apo thjesht ka krijuar rrjete tregtare që shesin produkte të huaja në tokën shqiptare? Nëse shem me kujdes, shumë prej bizneseve të tij janë import, tregti, pasuri të paluajtshme dhe qendra tregtare, jo prodhim, jo inovacion, jo eksport. Pasuria e tij është rritur çdo vit, por Shqipëria, papunësia dhe ekonomia e brendshme nuk kanë ndier pothuajse asgjë nga ky sukses. Në një vend ku fermerët nuk gjejnë treg, ku prodhimi vendas vdes çdo ditë, miliarderët po pasurohen duke bler dhe rishitur produkte të huaja. A është kjo pasuri e fituar me vizion apo një sistem që pasuron pak dhe varfëron shumë? Samir Mane është padyshim një histori suksesi, por një sukses që ngre pyetje të thella. A mund të quhesh njeri i vendit kur gjithçka që bën është ta shesësh atë cop-cop? A mund të jesh shembull për rinin kur çdo gjë që ke vjen nga importet dhe jo nga puna prodhuese në tokën tënde? Shqipëria ka nevojë për ndërtues, jo për tregtar të pasurisë kombëtare, ka nevojë për prodhim, jo për fasada. Sepse një ditë kur gjithçka që kemi do të jetë e huaj, do kuptojmë se miliarderët tanë janë pasuruar, jo duke ndërtuar Shqipërinë, por duke shitur ëndrrën shqiptare. Cop-cop. BF Media. Për ata që guxojnë të pyesin, kush fiton? Kur vendi humbet,